Më së voni deri në fillim të javës së ardhshme do të asfaltohet edhe pjesa tjetër e bulevardit Boris Kidriç në Tetov. Kështu kanë bërë të ditur nga komuna e Tetovës, prej nga njoftojnë se edhe në këtë pjesë të bulevardit janë kryer të gjitha punët ndërtimore që kanë të bëjnë me infrastrukturën nëntoksore. Së fundmi është bërë edhe tamponimi i trasesë dhe tashmë mund të fillojë asfaltimi, thonë nga komuna e Tetovës. Momentalisht tek rruga Boris Kidriç është asfaltuar vetëm njëri krah i rrugës. Tani dje është bërë edhe tamponizimi i korsisë tjetër të rrugës. Besojmë se brenda në fund të kësaj jave apo javën e ardhshme do të fillojmë edhe me asfaltimin e krahut tjetër të rrugës. Momentalisht do të jetë vetëm shtresa e parë asfaltimit për të lëshuar në përdorim rrugën, pasi dihet që vinë edhe mërgjimtarët dhe mund të krijohet kaos në atë pjesë të qytetit. Është kjo një masë që ne e kemi ndërmarrë që rruga tjetër të qarkullueshme mos ketë pengesa, mos ketë vetura, por qytetarët të mund të lëvizin lirshëm. Pastaj do vazhdojmë edhe me fazën e dytë për të përmbyllur gjitha procedurat e nevojshme ku do të bëhet edhe shtresa e dytë e asfaltimit. Nga komuna e Tetovës kanë pranuar se ka pasur vonesa për përfundimin e këtij bulevardi në kohë. Ka pasur vonesa, shkaku edhe i kohës së papërshtatshme gjatë dimrit, por edhe pak rrethanave të ndryshme, por besojmë se brenda 10 ditësh, 2 javësh do të jetë në qarkullim. Faza e parë e këtij projekti ka kushtuar mbi 5 milion denar, ndërsa faza e dytë mbi 7 milion denar, apo rreth 200.000 euro gjithsej. Në kohën kur janë promovuar fillimet e punëve në këtë bulevard, nga komuna e Tetovës njoftuan se gjatësia e bulevardit është 350 metra, kurse gjerësia është 25 metra. Sipas paralajmërimeve, në të dy anët e korsisë së rrugës do të ketë trotuare me nga 2 metra, rrugët do të jenë nga 3 metra, po ashtu është parapar edhe gjelbrim. Shëtitoria do të jetë 4.5 metra dhe 2 shtigje për bicikleta me nga 2 metra.